Seanca e parë e javës në Kuvend nisi me debate të forta mes mazhorancës dhe opozitës. Deputeti Gazmend Bardhi kritikoi mosmbajtjen e seancës së njëjtës, duke akuzuar kryetarin e Kuvendit për mashtrim dhe trajtim të parlamentit si pronë private. Juve na thatë se kishit një angazhim shumë të rëndësishëm në Ukrainë, e vërteta është që tejnëte nuk ishit në Ukrainë, ishit duke ngrënë drek në Greqi, madje këtë na e bënit me dije edhe gjithë deputetëve dhe të mbyllësh Kuvendin e Shqipërisë për ta trajtuar atë si shtëpinë tënde personale, për të ngrënë drek në Greqi, jo vetëm nuk është e mbështetur në rregulloren e Kuvendit, por është një arrogancë që kalon kufit e sjelljes tuaj të përditshme dhe normale. Nga ana tjetër, Elisa Spiropali sqaroi se shtyrja nuk ishte të bënte vetëm me pjesëmarrjen e saj. Nga data 12 në datë 16 nuk u shty për arsye të pjesëmarrjes time në samitin Ukrainë-Europa Juglindore, por u shty se shumë deputetë të tjerë kishin mungesa në aktivitetet të tjera. Por edhe Flamur Noka nuk i kurseu ironit. Turet tuaja turistike për të bërë një selfie këtu apo atje zonjë nuk mund ta bllokojnë kurrë agjendën e këtij parlamenti. Parlamenti edhe në mungesën tuaj ka 2 nënkryetar të cilët mund ta drejtojnë. Ju mungojnë ju 5 apo 10 deputet dhe ju nuk kaloni dot ato noterizimet që ju kërkon sultani. Kjo nuk është çështje e parlamentit. Ju e keni kthyer parlamentin në një noter të çdo akti që vjen nga sultani. Vjeshta ikën bashkë me vapën dhe do vi Sara aty të zër vendin tënd, përpiqu të ruash dinjitetin e institucionit që përfaqëson. Përplasjet nuk u ndalen me kaq. Opozita denoncoi bojkotin e nismave të saj ligjore dhe mungesën e dialogut institucional. Parë duhet patjetër të jetë zgjedhjet, ku elementi i parë duhet të jetë jo vetëm denoncimi, jo vetëm marrja e masave, po ngritja e shqetësimit të zgjedhjeve si një shqetësim i cili sot pengon rrugën europiane të Shqipërisë. Ju nuk jeni në komisione, kjo është e vërteta. Dhe nga ana tjetër kërkoni pastaj pse nuk futen nisma të tjera, pse nuk shtohen projekt ligje. Dakord, hajde shtojmë të gjitha, kemi 20 projektakte për 2-3 seanca, ti bëjmë 40 po të doni, por duhet mos flisni nga vendi. Dikush duhet të punojë, dikush duhet të vinë në mbledhje, dikush duhet të jetë aty jo vetëm për quorum, po edhe për të marrë pjesë në procesin e miratimit të projektakteve që siç e thash nuk fillon këtu, fillon nga komisionet. Në Komision e Çështjeve Europiane nuk vinë në mbledhje dhe po ju bëj thirrje ju si kryetare e parlamentit që të merrni në dorë grupin e Partisë Socialiste, të ulen dhe të vinë të miratojnë se ka agjendë parlamenti. Sot zonja kryetare për shembull ne kishim në rend dite për diskutuar raportin e Këshillit Kombëtar të Integrimit që është gati atje. Debati kulmoi gjatë diskutimit të projekt ligjit për performancën energjetike të ndërtesave, për të cilën mungonte zëvendëskryeministra Belinda Balluku. Rregullorja e Kuvendit e kërkon taksative prezencën në seancë të ministrit që ka kundër firmosur projekt ligjin në Këshillin e Ministrave. Është neni 73.1. Në fakt puna e vetme është ndodhet fjerë, po falenderon grupet kriminale se janë shumë atje që i kishte Mirë, kjo tani s'ka lidhje me procedurën, ju lutem. Nuk është ministri, nuk e sjellim dot, nuk është. Shtyje projekt ligjin. Nuk ja zë dot vendin Velës, kështu jo. Nuk ja zë dot vendin Velës, kështu. Për të zburtur tensionet në fund të debatit, ministri për marrëdhëniet dhe parlamentit Auland Balla mori fjalën për të prezantuar projekt ligjin në emër të qeverisë.